Profesori Basri Muja është me në studio për diskutuar dhe lidhur me zhvillimet e fundit politike dhe situatën aktuale në të cilën po e gjenë për vjetori pavarësisë vendin dhe zhvillimet e brendshme politike. Atëherë, profesor, mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Profesor, nisim fillimisht me zhvillimet e ditës së sotme. Në Kosovë ka qëndruar prak për vjetori pavarësisë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Jemi mësuar që shëndrimet dhe sjellja e Ramës t'jenë jo të zakonshme. Shumica e rasteve janë pazakonshme dhe sot ta foli për një sekret publik. Po flas për një sekret në fakt shtetëror, tha që presidenti i Kosovës ka qenë kërcënuar 2 vite radha nga zyra prokurorit specializuar lidhur me çështjen se nuk i lap prokurorët të hyjnë në zyret presidentit për të marrë dokumente. Si duhet parë kjo deklaratë e Ramës sot që vjen në Prishtinë prak të pavarësisë dhe gjithashtu në prak të një vendimarrje të rëndësishme në Hag që po pritet pas disa muajsh. Po në kushte normale mendoj që Kosova dhe Shqipëria kanë gjithmonë nevojë që të flasin. Posaçërisht kryeministri shqiptar dhe kryeministri kosovar ishte më pas takime të rregullta, kemi pas filluar disa takime të rregullta ndërqeveritare, të cilat pastaj janë shumë nga zoti Rama u ndërprerën. Po zoti Rama ai din me ofrue lajme informata pompoze, jo shumë përmbajtësore, edhe duket që edhe kësaj radhe nuk do të jetë ndryshe. Por ndryshe unë nuk e shoh shumë serioze me ardha i prej Shqipërisë edhe më na treguar neve këtu që presidentja jonë, e cila asnjëherë nuk e ka përmend, ka qenë vërtet e kërcënuar, shantazhuar, edhe e ka mbrojt me aq heroizëm zyrën e presidentes. Pra, nuk mendoj që ishdesht në këtë mënyrë me qenë... Që i takon një lideri t'jashtëm që... Absolutisht ishdesht, mendoj që për diçka tillë, nëse ishdesht mu informua në opinioni kosovar, atër ishdesht prej institucioneve tona, para së gjithash prej presidentes. Po, megjithatë konsideroni që kjo po bëhet në kuadër të këtyre përpjekjeve serioze të presidencës që të sigurojë edhe një mandat, për shkak se shikoni që ka një afërsi më të madhe aktualisht edhe me Ramën, por edhe me lider të tjerë, parti të tjera aktualisht Osmani, kur është në pritje të një mandati të dy si presidente. Po unë muna me pa vizitën e Ramës, muna me pa edhe për kësaj perspektive. Zoti Rama ka ditë me pas qasje paternaliste ndaj Kosovës, ndaj udhëheqësve kosovar, në situata caktuar varësisht prej situatës dhe nuk e përjashtoj. Në sfundi kemi pas disa shenja që vërtet ka një afrim në mes të zonjës Osmani dhe zotit Rama, sado që në një kohë ma të hershme, zonja Osmani ka qenë pashtu në shënjestër të zotit Rama, sikur se edhe të gjithë udhëheqësit kosovar pa asnjë përjashtim. Dhe marrë parasysh pozicionin e qartë Ramës për procesin në Hag. A ka pasur pozicion të qartë edhe për zhvillimet të tjera në Kosovë, në cilat Shqipëria ndoshta do të mund ta ndihmonte Kosovën në rast se kishte një pozicion edhe një shëndrim më pozitiv ndaj zhvillimeve në Kosovë, sidomos kur lidhen me integrimet evropiane dhe zhvillime karshi bashkimit evropian. Sa i përket çështjes së Hagës, mendoj që Shqipëria është dëshme për krah heret kur edhe është marrë vendimi për themelimin e gjykatës. Ne kemi të freskët vizitën blic të zotit Rama, aterimin e tij në Prishtinë me një helikopter për t'ju bë presion deputetëve kosovar, po edhe udhëheqësve kosovar të asaj kohe për ta miratuar gjykatën e dhomat e specializuara të gjykatës së Kosovës. Mendoj që në atë kohë zoti Rama është dëshme ofruar ndihmë në sa zgjuar ndihmë juridike në mënyrë që mos lejohet që të kalojë një institucioni i tillë i cili, siç po e shohim, vërtet ka devijuar për gjithë parametrave dhe sot jemi në një situatë kur është jemi në prag të një vendimi cilin kam druaj që do t'jetë i keq për Kosovën, sepse kjo gjykatë si një kreatur e pa presedan nuk kontrollohet për jaskojt, janë disa gjykatës ato të cilat nuk dihet kush në cilën instancë është dhe bëjmë sinqert, jam skeptik që ata do të marrë një vendim të mirë për Kosovën. Po, dhe gjitha këto qëndrimet e ditëve të fundit, kohët fundit që i kemi parë dhe të liderëve partive edhe të Ramës në këtë rast, a i ndihmojnë apo i bëjnë dëm këtij procesi kur deklarohen sidomos kundër procesit dhe kundër zhvillimeve që në Hag? Në aspektin politik e kam fjalën më shumë. Po në parim kjo kish mujt më pa edhe si në interferim në pavarësinë e gjykatës, por se kjo nuk është një gjykatë normale, kjo është një gjykatë politike, një gjykatë etnike, dhe mendoj që nëse jo direkt politikanë të caktuar mas fakti kryeministri Rama, mendoj që është mirë që në Kosovë vërtet ka një debat shoqëror
rreth kësaj gjykate, rreth shkeljeve të drejtave dhe lirive të atyre katër ish udhëhecëve të ushtrisë qendrore të Kosovës, dhe mendoj që është mirë që nesër është planifikuar një protestë e madhe, një farë sinjali, nëse mund të them kështu, të gjykatësit atje, po mbi të gjitha të financuesit e asaj gjykate, sepse kjo nuk është më çështje drejtësisë. Këtu mas pakti ka drejtësi. Ajo nuk është gjykatë drejtësisë, ajo është një gjykatë politike dhe jam i sigurt që edhe vendimi do të jetë politik. Po, dhe pjesëmarrja nesër me shqiptarëve determinon ndoshta mesazhin që do t'i përçohet gjyqtarëve atje, pastaj ka rëndësi nesër nëse i prin një lider i Kosovës dhe një lider i Shqipërisë, ashtu siç e thënë që mund të jenë në krye të kësaj proteste, është e rëndësishme personat publik që kanë fuqi politike që do të jenë nesër, mund të jenë eventualisht në këtë protestë, të ketë një mesazh më të rëndësishëm për gjyqtarët apo si? Nuk mendoj që prezenca e një politikanit të Kosovës apo të Shqipërisë do ta bëj këtë protestë më madhështore. Mendoj që determinuese do të jetë pjesëmarrja e qytetarëve, numri i madh i qytetarëve, dhe edhe për kësaj studio i ftoj qytetarët e Kosovës që nesër masivisht marrin pjesë në këtë protestë. Po, dhe zoti Muja, flasim edhe pak për vizitën e Ramës në Kosovë dhe qëndrimet edhe marrëdhëniet që Rama i ka me liderët e Kosovës. Ka takuar gjithashtu në orët e pasdites edhe kryeministrin Kurti, por nuk duke shumë i afërt njëjtë si me presidenten Osmani. Aktualisht si ishin raportet mes Kosovës dhe Shqipërisë në këtë rast mes dy liderëve? Po, raportet kanë qenë të këqija prej fillimi, në mënyrë zoti Rama ka ditë me pas në qasje paternaliste, siç e thash edhe më herët, dhe ai nuk është koordinuar asnjëherë me institucionet kosovare, posaçërisht me kryeministrin Kurti. Nëse i shohim, lëvizjet e tij kanë qenë shumë dëmshme për Kosovën, duke filluar, nëse fillojmë prej presionit që i është bërë institucioneve të Kosovës për miratimin, për themelimin e kësaj gjykate, pastaj kemi Ballkanin e hapur, i cili po ashtu ka qenë një iniciativë dëmshme për Kosovën, pra është marrë një, nëse mund të them kështu, iniciativë me Serbinë përtej Kosovës, pra Kosova është anashkaluar, e kemi pastaj edhe sfundmi ndërprerjen e njanshme të takimeve. Propozimi pastaj për një asacion apo jo? Fatkeqësisht ka qenë Shqipëria e para e cila i ka vendosur masa apo sanksione Kosovës pas vendosjes se rënë dhe ligjit në pjesën veriore të Kosovës. Pastaj kemi atë famshmin draft statutin e një asociacioni, i cili nuk ishte fare i mirë për Kosovën, nuk ishte fare i favorshëm për Kosovën, e tjera. Pra, zoti Rama në situata të caktuara vërtet ka qenë shumë më i afërt me Vučićin se sa që ka qenë me zotin Kurti, dhe shpresoj që do të ndryshojë diçka pas zgjedhjeve të fundvitit, ku vërtet zoti Kurti edhe një herë u votua në mënyrë masive, në formë plebiscitare, nëse mund të them kështu. Shpresoj shumë që zoti Rama do të këndellë dhe vërtet do të jetë suportiv ndaj Kosovës. Ai ka mundësi shumë më shumë, sepse Shqipëria si një shtet i konsoliduar, i cili është pjesë e iniciativave, organizatave të ndryshme, vërtet ka mundësi që të ndihmoj Kosovës në procesin e konsolidimit të shtetësisë dhe njohjen e saj, antarësinë e saj në organizata të ndryshme ndërkombëtare. Megjithatë, zoti Muja, kush do duhet ta bënte ndoshta hapjen e parë për përmirësimin e këtyre marrëdhënieve, dhe a mund të jemi skeptik për përmirësimin e këtyre marrëdhënieve marrë parasysh fuqinë politike të dy liderëve tani, edhe këtë betejën që të dy ndoshta e kanë për protagonizëm, nëse mund të themi? Po, unë tash nuk e kisha pa një farë renditje, po mendoj që të dy liderët do duhet që të ofrohen për interesa më të larta, për interesa nacionale. Në fund ata nuk janë ato për veten, për egon e tyre, po janë për interesa, dhe unë jam i sinqert, nuk kam pa hezitim prej zotit Kurti. Unë vrejtjet i kam shumë atë mëdha të zoti Rama, i cili, siç thash edhe më herët, ka pas sjellje vërtet bot më shprej si sjellje të cilat nuk është desht asnjëherë me pas ndaj një shteti, kur kësaj shtohet që Shqipëria është një vend i posaçëm, shumë i veçantë për Kosovën, mendoj që raporti i saj me institucionet kosovare është desh me qenë shumë më miqësor. Dhe kur jemi te institucionet, aktualisht një zhvillimi kryesor e këtyre ditëve është se kemi hyrë në fatet kushtetuese për zgjedhjen e presidentit. Çfarë faze aktualisht jemi me këtë pozicion, dhe a mund të shkojmë në zgjedhje, apo si po shihni zhvillimet aktuale, zhvillimet e fundit politike për zgjedhjen e çështjes së presidentit?
Ne jemi brenda kornizës kushtetuese, brenda afateve kushtetuese. Zoti Kurti e ka thonë edhe më herët, po edhe dëgjova edhe ndjen nëse zgaboj që u shpreh që prej sot do të filloj takimet me përfaqësues të partive opozitare rreth zgjedhjes së presidencit. Pra që sa dim, deri me tani e kemi veç një kandidat. Përkatësisht kandidate, zonja Osmani publikisht është shpreh që është interesuar edhe për një mandat. Pra që sa dim, ne zoti Kurti i ka ofruar asaj votat e deputetëve të partisë së vet, aq sa i mundet me dhonë. A nuk e ka për detyrë që të siguroj votat, edhe votat tjera, marrë parasysh që e ka qeverinë? Me qenë se ato nuk mjaftojnë, mendoj që atëherë zonja Osmani veç se ka filluar dhe ajo një farë lobime për gjetë vota tjera, s'fundmi ajo e anulloj edhe vizitën në konferencën për siguri në München të Gjermanisë. Besoj shumë që kjo ka qenë arsyeja dhe të shohim. Tash për pyetjen që mashtrove nëse zoti Kurti zhdesht me mbledh vota për zonjën Osmani. Zoti Kurti ka fituar zgjedhjet vetë pa zonjën Osmani. Zonja Osmani ka qenë pjesë e një koalicioni të mëhershëm. Tani janë rregulla të reja të lojës. Pra që sa ku mujt me kuptue, zoti Kurti është i gatshëm me përkrah zonjën Osmani, por se ai nuk i ka votat dhe tash nuk ka parti tjetër në koalicion. Unë nuk besoj që ndonjë prej partive do të ishte fut në koalicion qeveritar kur nuk ka nevojë për votat e tyre, me qëllim që ta përkrah një president i cili vjen nga radhët e apo njerëzve të zonë të... Me gjithat nevojitet një marrëveshje, apo jo të re? Po, edhe mendoj që në këto takime që do t'i organizon zoti Kurti me përfaqësues të opozitës, shpresoj shumë që ai pastaj do t'i pyet ata nëse ata kanë ndonjë ofertë. Me gjithat, ka çudrime deri tani të opozitës, por mënyrën se si do votojnë, shumica për tyre kanë thënë që nevojitet një marrëveshje ose konsultime paraprake. Presin që dikush për partive opozitare, a det paktën do të bëj quorumi, se do shta në raundin e tretë, do të mund të sigurohen numri votave, apo si? Po, unë besoj që partitë politike do t'jenë konstruktive, do t'jenë përgjegjshme, nuk do t'na dërgojnë edhe në një palë zgjedhje, të cilat do t'jenë tretat brenda një viti paka shumë, edhe të cilat mendoj që janë dëmshme, nuk i duhen askoj, mas pak i duhen Kosovës, po mendoj që edhe partive politike, posaçërisht partive opozitare, nuk është që do t'ju kryejnë shumë punë. Përkundrazi, po duhet marrëveshje politike, duhet të ulen, por duhet që edhe partitë opozitare të vinë me ofertën e tyre. Unë edhe në studio tjera vazhdimisht që më angazhu që partitë opozitare i zhdesh me sfidue lëvizjeve vendosje me një kandidat pavarur, konsensual, i cili nuk afilion me partitë politike, i cili vërtet do të ishte i pranueshëm, pse jo edhe për një spekter sa më gjon politik, pse jo edhe për deputet lëvizjes vendosje, sepse unë jam i sigurt që zonja Osmani nuk është kandidati më i preferuar i lëvizjes vendosje. Përse? Po s'pare ajo nuk është në kuadër të partisë. Styti zonja Osmani, sa dhe që në planë e jashtëm ka luajtur një rol pozitiv, mendoj që në planë e brendshëm ka pas shpesh fërkime me qeverinë, ato deklaratat e saj për Bigjozin e tjera, mendoj që janë të papranueshme në atë formë dhe unë jam i sigurt që zoti Kurti e ka parasysh një gjë të tillë, por nuk ka nëse s'ka kandidat. Ajo është kritikuar edhe nga opozita, sepse nuk ka qenë as më i preferuar nga opozita, sepse sidomos në rastin e caktimit të datës së zgjedhjeve të 28 dhjetorit pati kritika që vendosi datën në favor të Kurtit, apo jo, datën e zgjedhjeve. Pra nuk është që nuk ka vepruar edhe në linja të vendosjes. Po jo, data e zgjedhjeve u vendos pikërisht në ditë kur do të kishte, do t'ju përshtatke sa më shumë qytetarëve të Kosovës për të votuar. Partitë opozitare kërkonte një datë ku nuk do të kishte mundësi që të merrin pjesë aq shumë bashkëdhetar. Mendoj që ka qenë një logjikë dhe zonja Osmani në fundit është obliguar që të gjejë një datë e cila ju përshtatet një numër sa më të madh të qytetarëve për të votuar.
Jo të kundërtën si që ka kërku opozita. Kjo dhe mund të interpretohet këtë mënyrë, edhe unë kom dëgjuar që është interpretuar, kështu po unë nuk mendoj që kjo mund me qenë determinuese nëse zonja Osmani ka qenë me apo kundër zotit Kurti. Po, dhe konsideroni që Osmani ditë fundit ka bërë mjaftueshëm përpjekje për të siguruar një mandat, sepse kemi parë që po takohet edhe me liderët e partive opozitare që të kaluarën ndoshta nuk e kemi parë shumë shpesh, apo jo ka dalë edhe në përkrahje të procesit të Hagës që në të kaluarën nuk e dim nëse ka pas një qëndrim të qartë, apo jo ka ndryshuar disa prej qëndrimeve dhe këtë po e bën në kuadër kësaj përpjekje apo si duhet kuptuar? Fushatat zgjedhore, cilën në fakt është duke udhëhequr zonja Osmani në një formë tjetër, sigurisht që lejojnë edhe këso takime, këso rëshqitje nëse mund të them. Po kam informata që zonja Osmani është takuar jo vetëm me krerët e partive, po edhe me deputet partive të caktuara dhe ju ka kërkuar atyre që ta votojnë. Në fundit edhe nëse opozita nuk vjen me kandidat tyre, çka duhet ta votojnë. Shpresoj shumë që ato nuk do të sillen si që në sill gjatë atij ngërshit 10 mujor, domthonë pa iniciativë dhe kanë pritë dhe vetëm kanë qenë bllokues. Po pastaj rezultati, qytetarët e Kosovës, elektorati nuk është interesuar që në pushtet vinë parti bllokuese dhe mendoj që në zgjedhje parakoshme eventuale si rezultat i dështimit të zgjedhjes së presidentit, mendoj që partitë të cilat do të fajsohen për dështim, mendoj që do të psojnë keq në zgjedhjet e ardhshme. Po, megjithatë, në rast se nuk zgjedhet Osmani, shihni si rivalet fuqishme politike përballë Kurtit në të ardhmen nëse i rikthehet angazhimit politik ashtu siç e ka paralajmëruar? Unë jam i sigurt që zonja Osmani nuk do të shkojë në pension edhe nëse do të zgjedhet presidenti edhe për 5 vite. Ajo është e re edhe është shumë ambicioze. Ajo sigurisht që do të kërkoj një domicil politik kur të kthehet. Sigurisht që ka shumë opsione. Unë nuk e përjashtoj një opsion që të kthehet prapë në lidhjen demokratike, sepse lidhja demokratike edhe ashtu ka probleme të mëdha me leadership. Dhe një presidente cila pas 5 viteve apo pas 10 viteve presidente, sigurisht që do të jetë një person i fuqishëm politik, i cili sigurisht që do të tërheqë votues, nëse ajo periudhë nuk do të përshkruhej me aferat të ndryshme. Dhe unë jam i sigurt që zonja Osmani do të jetë njëra prej liderëve të cilat do ta sfidojnë më shumë të zotin Kurti në vitet e ardhshme në skenën politike kosovare. Po, megjithatë nëse i analizojmë aktuale zhvillimet e brendshme politike, pas një viti gati të një qeveri në detyrë, tani kemi një qeveri me kompetenca të plota. Presni që të ardhmen gjatë këtij mandati mund të kesim përsëri blokada apo i kalojnë së shkuaras ato blokada që i pam vitin e kaluar? Jo, nëse arrim me zgjedhjet presidentin, pastaj nuk kemi blokada për 4 vite, sepse fitoria vetëvendosës është e qartë. Këto zgjedhje kanë krijuar shumica stabile qeveritare dhe mendoj që zoti Kurti do të qeverisë pa problem. Edhe ashtu opozita është shumë e dobët, nëse nuk ngjallen, nëse nuk dinamizohen. Për më tepër, unë shpresoj shumë që ata do të dinamizohen, sepse nëse opozita është e dobët, atëherë edhe opozita e ka ma lehtë, nëse mund të them kështu, që të qeverisë. Megjithatë me këta numra që ka opozita brenda kuvendit, presni që mund të ketë një opozitarizëm dhe një mbikëqyrje të qeverisë ashtu siç do duhet, siç parashihet? Numrat nuk janë determinues, sado që numrat janë të mjaftueshëm, po determinuese do të jenë kauzat, aktivizmi i opozitës për gjetë tema, për gjetë kauza, për qenë aktiv, për qenë sfidues ndaj veprimeve të pozitës dhe dorën zemër nëse shohim periudhën prej shkurtit të vitit kaluar, nuk është që kemi pa diçka të tillë. Shpresojmë që opozita do të kandidojë dhe do të kemi vërtet një jetë më dinamike politike brenda institucioneve reprezentuese të Kosovës. Dhe zoti Muaj, se keni parë kabinetin qeveritar dhe emrimin e ministrave. A janë personat përgjegjës në pozicionet e saktuara apo keni vrejtje për dikë prej ministrave? Po në përgjithësi është vazhdimësi, nëse mund të them kështu, një pjesë e mire e pozitave kyçe kanë betë ministrat nga qeveria kalume kanë betë ato, ka lëvizje të vogla, kemi një rritje të numrit të ministrive, mendoj që në disa raste është mirë që u ndanë prapë, sepse kishte fuzionime jo shumë
normale, nëse mund të them kështu, jo shumë funksionale. Dhe do duhet kishte ndoshta edhe një vlerësim paraprak për mënyrën se si kishin funksionuar këto ministria po jam i sigurt që zoti Kurti ka bënë një vlerësim tillë intern, edhe në bazë të atij vlerësimi pastaj edhe ka vendosur për emërimin apo mos emërimin e personave të caktuar. Ne i pam dy ministre, të cilat nuk janë shumë për performancë të mirë, të cilat nuk janë pjesë. Sado që ato kanë lëviz në pozita tjera, por mendoj që në ekzekutiv nuk do të jenë edhe për shkak të kritikave që kanë ardhur prej opinionit publik kosovar rreth aktiviteteve të tyre. Po ndërtim dikasterëve të caktuara. Dhe të ndihmoja si puna gjin Kurrivetorit 18 i pavarësisë Kosovës, marr parasysh edhe bllokadën që e pam vitin e kaluar dhe me këtë klasë politike që aktualisht e përfaqëson vendin. Çfarë atmosfere puna gjin dhe cilat ndoshta janë pyetjet kryesore të shoqëtarëve sot në këtë përvjetor? Po para së gjitha shumë më mirë se sa në para një viti, kur vërtet ishëm në një pat situatë ku nuk ishte lëvizje, ku kishte blokadë totale, cila për fat keq zgjati. Çka tregoja situata e vitit kaluar, që ndoshta kur ka interesat ndoja partijake veprohet në dëm të vendit, apo cili ishte mesazhi që duhet kuptuar shqiptarët pas asaj blokade? Demokracia jonë është demokracia e re. Ne kemi një sistem politik që është shumë i ndërlikuar, është një zonë zgjedhore, sistem proporcional, vendet e garantuara për pakicën shumë parti, dhe në situata të tilla vërtet është problem me ndo pushtetin. Ajo torta e pushtetit ka shumë hisedar, dhe në situata të tilla është vështirë me krijuar qeveri stabile. Kur kësaj shtohet që ne vërtet kishëm një situatë ku asnjëra prej partive nuk ishte e kënaqur me rezultatin. Dhe në farë mënyrë, edhe për shkak se e kishën qartë që në pranverën e këtij viti do të ketë zgjedhje gjithsesi për shkak të presidentit apo presidenti, sepse ishte iluzore me mendu që do të ketë që ai formacion i Parlamentit Kosovës do të jetë në gjendje me mbledh 80 vota me zgjedh presidentin. Atëherë gjitha partitë kanë bindjen që kërkonin që ta gjenin fajtorin apo ta materializonin fojnë e palës tjetër për dështim, në mënyrë që zgjedhjet e ardhshme të kalohet më mirë. Duke që lëvizja vetëvendosje diti me luajt lojën më mirë, lëvizja i ofroi Lidhjes Demokratike një ofertë për bashkëqeverisje, sado që është komentuar ndoshta si një ofertë jo shumë e sinqertë, por se ishte një ofertë dhe Lidhja Demokratike kishte mundësinë për ta provuar këtë ofertë. Ata u pozicionuan prej fillimit që nuk janë të gatshëm as me qenë pjesë e një koalicion me lëvizjen vetëvendosje, po as pjesë e opozitit, sepse mos harrojmë opozita i kishte 52 vota për dallim prej vetëvendosjes, cila kishte 48 vota. Pra, kishte mundësi që të krijohet një shumicë edhe në krahun tjetër, por se pikërisht prej frikës se mos po kalon keq në zgjedhjet të caktuara që do të jenë pranverën e këtij viti, ata nuk planuan që të jenë pjesë asnjëherë prej konstelacioneve. Vlerësim ky duket që i gabueshëm, i cili pastaj u dënuarën prej elektoratit kosovar. Po, dhe me gjitha këto zhvillime, a e ka paguar Kosova, a e ka paguar çmimin kësaj farë situate blokade aktuale politike, mbetëm shumë hapa prapa, pastaj ishin masat e BE-s që ndikuan shumë dialogu strategjik dhe kritikat ndërkombëtare që i morëm në vazhdimsi? Po, sigurisht që kjo ka qenë një fazë stagnimit në masë të madhe. Kosova ka mbetë mbrapa në krijimin e raporteve, para se gjithashme me faktorët kryesorë ndërkombëtar në Washington edhe në Bruxelles, ka pas probleme sigurisht edhe në fushën ekonomike, socioekonomike. Pastaj nëse shohim agjendën ligjore të Parlamentit kalon, pra nuk e kemi asnjë iniciativë ligjore e cila ka kaluar, sigurisht që domet janë të mëdha, po shpresoj që kjo qeveri tani, e cila i ka numrat e mjaftueshëm, ka stabilitet, do të punojë më shumë dhe në një mënyrë apo tjetër do të arrijë që të rikuperojë domet e shkaktuara prej ngarçet e vitit të kaluar. Dhe krejt në fund me shemin prakt pavarësisë, a kemi treguar deri më tani këto vite demokracisë që dim të ndërtojmë dhe kemi aftësi të ndërtojmë institucione funksionale, demokratike dhe në shërbim të mirëqenies së shtetërorëve, ajo, çka kemi treguar si shtet? Po sigurisht Kosova është një shtet i ri, 25 vite liri, 18 vite shtet, janë shumë pak për historinë, për neve munden me qenë shumë, po për historinë, për institucionet janë shumë pak. Nëse shohim Shqipëria është një 100 vite gati më e vjetër se sa Kosova, nëse i shohim funksionimin e institucioneve në Shqipëri dhe në Kosovë, vërtet
në bazë gjitha raporteve Kosova del ma mirë, se Shqipëria në gjitha aspektit kërkësoj shtojmë edhe problemet që i kemi me fqimin tonë, me Serbinë, mendoj që Kosova vërtet, Kosovarët kanë bërë një punë të madhe edhe janë rrugë të mirë me kriju një shtet funksional, i cili, siç po e shohim, në shumë fusha është duke u marrë edhe si referencë, s'paku për shtetet për rreth nesh. Atëherë ju falenderoj që ishi sot me ne. Faleminderit shumë për mundësinë. Faleminderit shumë.